deputatit për të hasit, veproj për hasit për Izraelit. Jemi këtu me një qytet districa të Romanisë. Tu kemi gjetur vetëm me to prodhime tradicionale të Kosovës, punoj me familjen, me shoqen, me djemt. Jenë njerëz të mirë, njerëz punëtor në respektojnë në njerëz zakonisht. Kështu që kemi gjetë vetëm me shto kvalitetet e Kosovës tonë. Zakonisht të punojnë me shoqen, me djemt e kam në një tush. Është jenë njerëz të mirë, njerëz punëtor. Kështu që i falenderojmë shumë, vërtet na respektojnë shumë. Asia është më e madhe se me gjetë për shembull një vetën që s'është ku besu as vetë se tu pak problem një post në qonë që problem, po çdo fillim më pak i vështirë. Ku si do të jetë mirë njëri, mi vendosë mirë, atë më pak problem, po besoj që vërtim total e më të krisë. Fillimi pak ka qenë i vështirë, po tash është mirë. Me dekada, familje të shumta nga Kosova e sidomos nga Hasi janë shpërndarë në vende të ndryshme evropiane. Hasianët janë të njohur me hapjen e furrave dhe gatimet e shishme. Edhe në Romani ka disa furra nga hasianët. Latif Temaj me familje gatuajnë për shumë kombe në Romani. Natën në punë e ditën në gjumë janë shqiptarët që punojnë në furra. Këto pamje nga puna e shqiptarëve dëshmon se si fitohet buka në gurbet. Familja Temaj ka furra buke edhe në Kosovë. Me duart e këtyre shqiptarëve ushqehen mira njerëz. Ju lëm me pamje nga furrat e bukës ku përgatisin bukë dhe prodhime të tjera të shishme në çdo moment. Latif Temaj, nga fshati pushmeni i Hasit për Izraelit, gjenden për një vetëm në Romani, në një qytet të Romanisë distrita, po punojnë të me familje, ata që ku me radiali zonë të këmë. Po punoj të me familje, ko plos shqiptarë që punojnë të, po... Në opinje, në frejatene. Shkatë gjumë për tash, vërtej qëto fillim është pak, përshqesa që tim të kalimin e posë, qëto fillim është pak e shqipër nëse që të fjetë. Po, të kemi rrë për prodhimet e Kosovës, dhe këtarë mund të jenë shumë të knaqë me prodhimet e tona, shumë e patrë. Në që i falenderoj për zëmësisht, kemi respekt për popullin e Romën, i përshëndesim shumë, këta dhe gjithë mishtëri tjerë që në vizitojnë me harrojnë por. Pa ja të rifletin në meu. Rifletin në meu, da. Kemi, në qysh fillim kemi pak problem me gjuhën, po besoj që do t'ja dolim. Pa ja të denota veç. Falenderoj shumë.